tjetër sen. Mu vetëm ka ndodhë mu ka kështu... Aja ishte fatkeqësi, nuk o konë... Nuk ka pasur të bëj me armë, ka pasur ndoshta të bëj me shumë sigurinë e klubit të natës. Po siguri, po dhe atje mbajnë armë njëjtë, edhe atje mbajnë armë, po atje ka shki... Jo, ajo është një rast tjetër në fakt, është rast tjetër... Po me krahasu me neve këto ka ma shumë armë. Dhe ki rastin që të kafja aty në qendër Prishtinës, asit po vinë vend. Ndodhi vrasja, e morën jak gjykim, avokati e din shpalla jak gjykim që shëbu, pa marrë parasysh çfarë afekti po vrasja, por mu që jak gjykim len shumë për të shiru nga një gjyqtar që është shumë punon moti dhe mos me gjyku njerën për vrasje, pa marrë parasysh. Çfarë doni toni? Jo, është, shikoni, Institutet e drejtësisë janë qartë anë krejtë botën. Instituti i mbrojtjes nevojshme, në pedi rasin ku ka ndodhë, ka pas kamera. Vesh më shpall një gjykim me jahu shkaktim rrezikës për gjithshëm, një. Ajo s'është në gjykim, është vrasja karo vrasja që është... Instituti i mbrojtjes nevojshme e përjashton edhe shkaktimin e rrezikut për gjithshëm. Ai person... Po ka gjua, advokat Nair ka gjua, pa më parasysh aty sa njeri, o gjënduat, nësë përdojnë, jo. Shkom qenë avokati asnjonit. Mirë po ato ka qenë mbrojtje nevojshme e plot. Sepse ai, në këtë rast, a më në ta marrë menë që ka më këthy apel në rigjikim apo jo? Nuk është më rëndësi. Ka qenë i sulmuar, sulmi ka qenë i atësas shumë, i kundelit shumë, rreziku potencial ka qenë me vra të liruarin, dhe në këtë rast ka qenë plotësisht mbrojtje nevojshme. Apeli më ne këthen edhe për shkaqe procedurale, që themin ne, shkaqe procedurale për mos zbatim procedurës. Gjyqtari është një gjyqtar jashtëzakonisht. Çka kishe mendos ti në një hipotetike? A e kishe shtije to lanë si shkaktim rrezikit për gjithshëm dhe e kishe bë veprën ose nga pakujdesia apo se nga Aja ka qenë mbrojtje e nevojshme, nuk ka qenë tronditje fort, gjyqtari... Jo, po si kam shumë, pipërmasi kam shumë. Jo, tronditja e fort është kur përveç i ka rakur edhe frigohet, edhe këtë rast nuk kemi pas personat që frigohen. Kanë qenë dy parë, ka qenë kyç, ka qenë personi që ka sulmu, dhe ka qenë persona tjerë që ka nejtë me armë. Po, fiks. Dhe e vetë një formë për me shpëtu jetën ka qenë reagimi me armë. Këtë aspekt gjyqtari ka vendosur drejt sepse ka qenë Instituti i mbrojtjes së nevojshme. Nuk më në përcakton neuropsikiatria, Instituti i forenzikës, shkallën e përgjegjësisë penale dhe institucionet juridike. Ata mund deklarohen se është tronditje, mirë po prokurori në këtë rast nuk o dash me shku fare me akt akuzë tronditje, po o dash me shku me mbrojtje të nevojshme, edhe mos me kërkuas para përgjem as kurgjë. Mirë po e prish apeli është çështje tjetër, sepse për qëta është në dy shkallë dhe në supreme sistemi drejtësisë. Mund prishet të akgjykimi edhe kur vendoset në mënyrë meritore për shkak të procedurës. Unë mendoj që i kalëshu, që të disa një kalëshu e. Se rreziku është këto. Në opinion po krijohet bindja që nuk po punohen gjykata dhe nuk po shqiptojnë dënime. Dënime, bas prova, na po punën që a keni po, që ka që s'mon është me dënu advokat veç për anëmbajtë të palje. është absurd se është vra njeri, është vra nga arma e të akuzumit. Vra njeri, po instituti Instituti i mbrojtjes nevojshme përjashton përgjegjësinë penale. Po në rregull, po ato institutet e bëjnë edhe njerëzit. Ai rast është i veçantë. Mirë, po nuk mundum na me shfrytzu tash rastet që kanë ndodhur për me ndryshu sistemin në Kosovë edhe me bo sistem hakmars ndaj njerëzve që bëjnë ndesh me ligjin. Unë kisha thonë, bili me shti edhe shkaktim rrezikit përgjithshëm me dënu edhe për shkaktim të rrezikut përgjithshëm se ka gjujt në vend tapën. Nuk mund me eliminu advokat ashtu. Gabim e ki, komplet e ki gabim. Okej. E shumë me vendimin apel. Unë mendoj që ka me këthia vendimi apelit. Jo, e caktën apel aty sa kam ja qita. Vepra penale e vrasjes e shkaktimit të rrezikut përgjithshëm, kur është Instituti i mbrojtjes nevojshëm, çfarë dush vepre që të njëri është i pafajshëm, se u sulmu. Po sulmu ka një paletshëm. Po armbajti që ka me palet
pavarësisht që ashtu me shkojsh atë Rasti të konkret që po Nësë thumë personi dënu recidivist, brangotje. përsërisë i vepra penale. lidhje, Ja, recidivizmi. gjatë matës dënimin a merret parasysh. Kur t'lirohet nuk mund të Jo, veç pak. A merret parasysh personi, a recidivist përsërisë i vepra penale apo jo? Matja lehtësimi dhe rëndimi. Kur shmallet fajtor, kur lirohet jo, Jo, gjatë